Hajrullah Çeki është një djalë korrekt, por menoj që punën më të mirë që kish mujt me bëhe në prezident se një edhe atë pjesën e Dragashit edhe menoj që është kalibri një politikani lokal. I kisha thonë, unë në trend për prezident. Ç'është po ndjehesh tash pas fitores së përparim Ramës? Shumë mirë, shumë mirë. Fitore e pritur, po shumë emocionu edhe e gëzuar. A presni që përparim Rama ka mi realizu të gjitha premtimet? Patjetër se edhe para 4 vjetë i kom besu 100%, besoj edhe tash që është tregu që din me punu edhe besoj që do t'i kry edhe premtimet që i ka thonë për këtë 4 vjeçar. Çka kishe pas me i thonë Hajrullah Çekut? I kisha thonë, unë në trend për prezident. Zotëri Zoçani, a keni pritë fitoren e përparim Ramës? Po, patjetër, na kemi mbështet përparimin edhe kemi prit fitoren. Ç'është po ndjeni sot pas fitores së përparim Ramës? Po menoj që e ka meritu edhe një mandat, sepse kur ka ardhur ka premtu për 8 vjetë edhe po besoj që çaja të cilën e ka kërku edhe po i realizohet me ato projekte që janë pas që i kanë fillu dhe pritet për këto 4 vjetë mu përfundu, menoj që është edhe një vullnet i qytetarëve për mu përfundu që ato punë të cilat kanë fillu, mos me ardhë dikush tjetër për arsye që planifikimi, plan programi është diçka tjetër edhe masnej menoj që qytetarët e Prishtinës e kanë bërë një zgjedhje të mirë. Të gjitha premtimet është e pamundur mu realizu, ajo dihet, po kur premtimet realizohen për mbi se 70-80%, atër llogaritës janë të përmbushura. Është Hajrullah Çeki është një djalë korrekt, por menoj që punën më të mirë që kish mujt me bëhe në prezident se një edhe atë pjesën e Dragashit edhe menoj që është kalibri një politikani lokal. Jo për kryeqytet. Aja dihet, sikur mos të kishte pas mbështetjen e vetëvendosjes, menoj që kishte qenë në kvotën e 1000 vota. Ndjeni pas fitores së përparim Ramës? Po ndjemi jashtëzakonisht mirë dhe i gëzuar edhe entuziazmuar për shkak se pak a shumë e kom pritur në fitoren e Ramës. Veç i dola, mas i konfirmu edhe pse jo mos të festojmë. A ju pëlqeu festa sot? Na ka pëlqy festa edhe tash është na pëlqy, kështu që pse jo. A presni që zotri Rama do t'i realizojë të gjitha premtimet që i ka bërë gjatë fushatës? Patjetër që kam realizu, jo të gjitha, se tash është problema e krejt gjitha, po shumicën kam realizu për shkak se ky rezultat. Ato është tjetë ma shumë e punu se së është rezultat ku me ti sa i nalë, që ka deklasu Çekun për ndryshe, ajo logikisht pritet që do të shumë a shumë e punu, se sa deri tash. Çka kishit pas me i thonë Hajrullah Çekut në këto momente? Këto momente i kisha thonë mos u ndiko nga kundërshtarët e tu, po puno edhe merë me obligimin e qytetarëve tanë, kjuit tina që ja kanë besu votën.